Ato që i mbajti të fsheta Alexis Tsipras dhe Yanis Varoufakis ja zbuloi BBC-s ministri grek i ekonomisë. Në një intervistë ekskluzive për gigantin mediatik, Georgios Stathakis rrëfeu detajet të propozimeve të reja të Athinës për fundin e krizës së borxhit. Shpresat tani janë që marrëveshja të arrijë të vuloset brenda kësaj jave. Plani i ekzekutivit grek përfshin taksa të reja për bizneset dhe të pasurit dhe një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian e ka cilësuar si hap mjaft pozitiv. Greqia rrezikon falimentin nëse nuk i shlyen FMN-s deri në fund të qershorit, uan prej 1.6 miliardë eurosh që i detyrohet. Nëse vendi deklarohet i paaftë të paguajë borxhin, atëherë mund të dalë nga eurozona e mbas edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Jam i bindur se propozimet e reja e kanë thyer ngërçin me kreditorët. Do të ketë rritje të taksës mbi vlerën e shtuar për disa mallra të caktuara, rritje të taksave mbi biznesin dhe më të kamurit, nuk do të ketë shtim të çmimit të energjisë, nuk do të ketë reduktim të pensioneve as të pagave të sektorit publik. Qeveria e Sirizës ka marrë vendimin pa kapërcyer vijën e saj të kuqe. Stathakis shtoi se ekzekutivi grek ka rënë dakord me FMN dhe antarët e eurozonës që surplusi buxhetor të jetë këtë vit sa 1% e GDP-s, 2% vitin e ardhshëm dhe 3% vitin pas tij. Vëmendja tashmë është përqendruar në Bruksel nga ku pritet përgjigje e pyetjes: a do të ndodh Grexiti i shumë përfolur, apo Greqisë do t'i jepet një shans i fundit dhe do të vazhdojë të përdorë monedhën e përbashkët europiane? Nervat e të gjitha palëve janë të tensionuara. Durimi po merr fund si tek grekët, ashtu dhe tek 18 vendet e tjera të eurozonës. Pothuajse kudo edhe në Gjermani pyetja është tani nëse grekët kanë luajtur fort apo nëse ka ardhur koha për t'i dhënë fund dramës. Ndonse kjo e sotmja konsiderohet një ditë vendimtare për Greqinë, BBC thotë se edhe po nuk u arrit një marrëveshje në Bruksel, teorikisht palët do të kenë edhe një javë kohë për të tentuar gjetjen e një zgjidhje.